Në interaktiv flasim sonte me njeriu që vazhdon të insistojë në xhurmimin e së kaluarës. Ganegeci, mirë se vini. Mirë se vini. Dhe së fundi jeni interesuar dhe thoni se dini të tjera fakte për vrasjen e Tahir Zemrit. Për çfarë bëhet? Ju e dini se në gjatë kohës që 11 vite unë kam gjurmuar për vrasjen e shokëve të mi, Besim Dajako dhe Bekim Kastrojt, dhe ndërkohë kanë dalë edhe fakte tjera dhe për vrasje tjera, si që është rasti Blaca, mëndej edhe raste tjera, por një prej rasteve është edhe rasti Tahir Zemrës, por edhe rasti Ismail Hajdarit, dhe përmendet edhe një emër tjetër i një bekimit nga Skënderaj, në faktet që kam unë, dhe ky person faktikisht tash për tash nuk është po është dëshmitar potencial, i cili është i gatshëm të bashkëpunoj me drejtsinë e Kosovës për të zbardhur këto raste. Faktikisht ai thotë se unë e di me emër e mbi emër se kush e ka vrarë Tahir Zemrën, që ka qenë për mua në fillim e pabesueshme, dhe ai thotë ti s'po beson mua për burr, por unë gjitha këto ja kam dorëzuar organeve kompetente, faktikisht organeve të drejtësisë, së Oleksit. Unë nuk kemi gatshëm atëherë, edhe tash nuk po du mi bë publike emrin e personit, sepse emri i personit po kërkon ai mos bëhet publik. Dhe mirë po, edhe ti e ke ndëgju vetëm për disa minutave, ne u morëm vesh edhe me ju si gazetar që mos t'i bëjmë publike se personi thotë unë e di me emër e mbi emër kush e ka vrarë Tahir Zemrën. Si keni rënë kontakt, si e njeni këtë person sa është i besueshëm? Faktikisht unë nuk kam rënë kontakt, pa ai ka rënë kontakt me mua, ai edhe në faktet që kam unë thotë që kam kërkuar që 4 vjet, edhe përmes një avokatit tina që të kontaktoj me mua, edhe ka thirrë në botën sot në Zvicër për ta marrë numrin tim, në kohë gjatë s'ka mujt me marrë, por më vonë më ka thirrë dhe ka rënë kontakt me mua, më ka thirrë jo unë ata. Faktikisht ai mua më tregon se edhe për rastin tim, edhe për rastin e Tahir Zemrës, edhe për rastin e Ismail Hajdarit, unë sa janë të besueshme këto, unë nuk mund t'i vërtetoj, këto mund t'i vërtetoj prokuria dhe gjyqësia, sepse unë as nuk jam prokuror as polic. Por unë jam një qytetar i cili kam pas një rast tragjik ku nga dora tratare të nësa. Dijet, do thotë sepse unë gjatë bisedës me ta, unë e kam bërë edhe më herët publike, po edhe në televizionin Klan e ka pranuar një person që unë kam dhënë urdhën për me vrarë Ganegetin e jashtë Zemsyla, që unë atij as i kam pas barç, as e kam meq, as ja di shpinën, as ja di malin, dhe këtë parasyje ka dhënë urdhën tillë dhe unë jam ai që po kërkoj drejtësi. Unë kërkoj që shteti ligjor të funksionojë në Kosovë, Prokuria e Republikës Kosovë të jetë funksionale, jo grupet e bandat. Faktikisht ne tash jemi në rrezik. Para një disa ditë del një argat i Shikut apo një drejtori i drejtorisë të Shikut që thotë që unë e di që ta zom një person tjetër ka polici sekrete dhe ku na çon kjo. Do të flasim këto, pas pak të mbesim tek ky rast, por të flasim ai bie që ky person me cilin ju keni kontakt është i përfshirë. Si ideja i këto? Faktikisht personi thotë që unë jam i përfshirë, po jo me këto sene, po jam i përfshirë rreth droge. Do thotë në këtë grup kriminal, dhe mu më thotë, dini që unë s'jam marrë me ato, po sigurisht a ju ka qu, ju ka shita, ju ka ble, po në një rast në pej, kur janë qu parët për mu, do thotë kur i kanë qu, kur u dasht me qu 200.000 marka, i kanë qu 100.000 dhe ata vrasit kanë bo problem me ata që ja kanë qu parët dhe kanë dasht me uvra për shkak se s'ja kanë pru gjitha parët. Dhe ju e ndëgjut edhe ju më heret, sepse unë nuk po fles me ato që unë i kam pjellë, se janë pjellë e magjinatës time, po janë një personi që është me emën e mbi emën, është babë i 5 fëmijëve, afër 20 vjetës, do thotë që thotë unë nuk po të raj bre burë. A shërbejnë këto, si a janë bazë mjaftueshme për të nisur hetime? Është problem këto, sepse dhe me thonë, unë nuk kam drejt dhe thëtë asë qytetar, asë kush në Kosovë nuk ka drejt dhe nuk mundet, faktikisht drejt ka me fillu hetimet, ose me parashit në polici një rast, por nuk ka drejt me inqizu, së mund të merren si faktin që ose unë private inqizoj dikan.
Mirë, po ne kemi një problem se këtu shiku për ditë ma inqizon telefonin tem. Gjitha fjallë që e flasun, ata shiku e din. Mirë, po fatja është që unë gjitha fakte që kam unë i bëj publike, shumë shpejt që është e mundshme, sepse s'kam që me i majt ato. Unë, po thëmë sinqerisht, e kam pak problem me i kuptu shikun. Me i kuptu edhe gejt dyshin, po tash edhe këtë policinë sekrete. Për kanë punu këta bro dhe mas lufte. Polici sekrete për kanë, për cilën shtet. Shik për kanë. Në të ma kaldoj një fakt që kë shiku për zonë e ka trajtu një informacion sekret për Mitrovicën. Kur? Ku? Në cilin vend? Cilin sërb? Veç që kanë bashkëpunu me ta. Tash, njësë funde ju e ditë që dolen vili gjysma që atyne që kanë pas me Veselin Mevishin janë shok të qeverisë. Më ju kaldu një fakt juve, Ministri e Financave vonë. Ministri e Financave të Shqipnis, Ministri e Financave të Kosovës, me sytë e mi, e këm taku në restoran Gizi me qatë burin që e përmenet shok i Veselin Mevishin. Unë, para një vjetë. Ministri i Financave Shqipërisë, Ministri i Financave Kosovës, dhe qaj që shok i Veselin Mevishit. Kush është shok i Veselin Mevishit? Pa ju pëjdeni tash kush është të me dëfare emnat, cura, gura, unë s'pëdi që shikon emnat, të s'pëmëri me javë majtë me në emnat, por unë e kam taku. Dhe qëfar shteti po ndërtojme? Ju lutëm qëfar shteti? Ne, si vlazën, kemi mbrojt institucionat të Republikës Kosovës, dojmë shtet ligjor, dojmë me zbatu kushtetutën, dojmë me pas një shtet që ka dyrë të hapra për Evropë, dhe jo një shtet që është i kriminalizun, jo një shtet që ka për cilë shqiptarët dhe asnjë tjetër për pas shqiptarët. Besim edhe pak të kjo tema për cilit pra ju keni dërguar në Eulex këtë inqizim që keni këtë bashkë bised me këtë person që pretendon se është dëshmitar. Po qysh se kam dërgu këto qysh fillim. Në fillimit bilin e bilis unë i kam njeftu edhe organet e LDK-s, faktikisht e kam njeftu edhe djalin e vllat, Tarizemës, Armendzemen, i kom paston bilin një mama pak, po si duket atëherë LDK-ja ishte në koalicion me PDK-n dhe pritani me i prish ato raportet të koalicionit dhe nuk ishin nga shumë mirë, po unë duke punu për rastin tim, kam rastis që të dikush të thot që di edhe një rast tjetër, dhe ma edhe një rast tjetër edhe një rast tjetër, sepse ata që mi kanë vra shokët, dhe ata që më kanë plagu mu, unë gjatë të asaj dite që më konë në spital të Prishtinës, ju kom thonë qatë jam gjallë, kam e punu që kam e qitë para drejtësisë, edhe ata që kanë la urdhën, edhe ata që në kanë vra. Sepse nësë ju kemi bo gjanë, për herë të parë, pushka e parë, që ka kërisë në Drenicë, është për i dorës temë, me 7 kariknatë të dyte. Që këta tash që po pretendojnë se në konë luftetarë, këta në konë jetë dy punu dikun në për ambasada, të utbese në për të ambasadat Jugoslavisë, ja e në kodë dikun për me menu me hi kalas për mbrana me shkatru lidhën demokratike dhe presidentin Rugova. Nga ajo që dini pra ju, nga informacion që keni i bje, janë vrasje politike, ato të Tahir Zemaj dhe Ismail Hajdari? Absolutisht po, që ka pas tjetër aty të bëj. Nga kush? Po, tash i ka dalë boja kësaj punë më marë për çdo ditë, unë po thëmë se mja përmenem në këti shikët, po ndoket se mja përmenem në udbës. Dhe asë që po kam dëshirë mja përmenem, por gjitha rrugët në qojnë që këto krime i kanë bo me një kupoll, ose tash, ose ai G2, ose ai Shiku, ose kjo policia sekrete. Gjitha rrugët na qojnë me një kupoll, sepse gjitha ta që po flasin asë një nuk po thot që një ka dha urdhën Ibrahim Rugova me vrati kanë. E unë për ju thëm një, që unë i kom pas thonë e Ibrahim Rugovas nuk po dërruat më kështu, a di që më ka thonë. Nga na jena të e bohu dhe në trenit, na kena me qelë tunele, nëse diku i bje një kurin në kry, nuk dojna me nalu punën. Na kena me bo ura, nëse diku i rëshjet koma nuk dojna me nalu punën. Edhe më ka pas thonë, ma mirë më në vra 500 vetë për i PDK-je, e 500 për zonë për i LDK-je, a ma mirë 1000 vetë tonë për i LDK-je, ashtu e kështu e kemi 1000 shqiptarë dhronë. Thash unë zdivesh me i vronja 2-3 nalen. Jo, ma mirë me në vron 1000 tonë për LDK-je mu ditë për cilët ka për në vjekrimi. Dhe ne jemi konë ata që kemi prit plumat për me zbulu për cilët ka për në vjekrimi. Prej PDK-s i bje? Kjo është fakt se gjitha rrugët qojnë a ne ka orë krimi. Neve, lidhës demokratike të Kosovës, bashkëpunëtorët e presidentit Rugova në kanë vra, në kanë shal, e vetëm se kemi dashur shtetin e Kosovës. Vetëm se kemi punu natë ditë për shtetin e Kosovës, jo për banda, jo për hajna. Kush ju ka vrarë, zotë Geci? Po tash nëse ne morëm përqindjen atyre që kanë shku në burg, nëse ne morëm në emiftarin,
si shembull që po flet, nëse ne morëm Nazim Bllacën, nëse i morëm të burgosurit, kjo dihet se kush janë ata. Kryeministri i Republikës Kosovës, unë pesha që po mundohet më u largu në informuar pe grupeve kriminale, po s'po mundet se është pak zërë, kur qojnë Koxanalt, tash më u largu për tyne, sepse në qeveri e dim tonë me fillit që nuk i kem ato grupet kriminale, qeveria Bledar Saveleti tyve nuk i ka bë gjo kuj kur. Unë garantoj qito, asë Enver Hoxhaj, asë Sajredin Kuqi, asë Memli Krasniqi, kryeministri po mundohet më u largu, po e ka pak vështirë, sepse këti janë ty abamazi se në atërë që ja bëshin Ibrahim Brukovës. Nëse jo këta, kush janë ata tjertë? Pra? E tash, në një farforme, unë po du me folë kështu publikisht për një person, që ka dalë publikisht dhe ka thonë, unë kom dha urdhë me vraga një vitin, dhe ajo është të zemqylla. Dhe edhe në vitin 1945, Ali Shukria ka pas dha urdhën e ka pa vra 7. Dhe në Drenicë, me urdhën e ti, faktikisht jenë vra Bekim Kastrati, Besim Dajaku, jenë plagoson, mu ka plagosë dhe një vla gjatë luftës, u plagosë Sedi Koca, u vra Nipja i Ahmed Elis, u vra Hakim Meri, dhe të tëtë jenë rej dhe disa të tjerë, unë se di, po për rastin tim, a i ka dalë publikisht dhe ka thonë, dhe unë po kërkoj drejtësi, ne familja jonë kërkojnë drejtësi, këndoj zbatimin e ligjit, sepse nuk jemi ata që përdojmë me u këthy 600 vjetë për para. Nëse, pse nuk e patisni, zotin Sylja, nëse... Qa kemi pa ditë, na? Nëse thoni që aj... Qa s'one pa ditë, pa ditë private me... A keni fakte që zotin Sylja ka urdhruar vrasin të ojnë, si thoni? A i thot vetë publikisht. A mi mjafton kjo si fakt, pra që policioni... Une nuk pa mëjnë me kon prokuror. Me pas konë në prokuror, unë kësha di që me bo. Unë si prokuror, paktën unë kam bisedu me prokurorët, kam bisedu me prokurorët e Uleksit, po edhe me prokurorët Kosovës, edhe me policitë Kosovës, që këto janë ato që janë bon pas lufte, dhe unë nuk do të shraja që këto të krijohet anarki, sepse shteti Kosovës kemi luftu që afër 2000 vjetë që të kemi shteti dhe jo anarki. Ne kemi qenë ata që kemi mbrojt institucionës, kemi mbrojt emna, po fati ka dorë që atëherë në kryet institucionet tjetë presidenti Kosovës historik, dhe tash në kryet Kosovës është kryeministri Hashim Thaçi, por i mbetet Hashim Thaçi që të luftoj krimin, dhe jo veç krimin me luftu me fjalë se unë sot do të luftoj krimin e organizuar korrupsionin, ndërsa në anën tjetër të gjitha faktet qojnë se të gjithë shokët dhe njerëzit që janë rreth tij janë të inkriminuar në krim. Ju sheni zotin Sylja pra përgjegjës për Nëse ne morrim një letër që ka shkruaj para se disa dite, a në threto vlazni, në alë një mani, ku përda një mena që o vlazën, a në ka pas vlazën a e njëve mas luftën 2001, am ka pas mu vla, thot. A ka harru atëhere që edhe Besim Dajaku në ka pas vla, dhe gruja Besim Dajaku që ka pas mu martua dhe edhe dy javë shku në gjini. A ka harru që gruja e Bekim Kastratit u shku për shpije dhe i kalon 2 fqika jetime. A ka harru që kalon ona me dur në gji. Atëhera në ka pas vlazën. Dhe nëse atëherë në ka pas vlazën, pse në ka vro? Pse ka dhonë urdhën? Pse ka thonë me dhonë urdhën? Pse atër ka thonë dhepi? Po nëse s'na ka pas vlazën, pse për në thot vlazën tash? Kjo është një problem që do të shtjellohet. Na e kemi pak problem me